Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar 4 vite burg për ish kryeprokurorin e Vlorës Aurel Zarka. Me gjykimin e shkurtuar, Zarka do të përfitojë ulje dhe nëse gjykata do të pranojë kërkesën e SPAK, Zarka do të qëndrojë 3 vite në qeli. Nga ana tjetër, GKKO ka veçuar dosjen me 3 persona të tjerë, përfshirë ish oficerin e Byros Kombëtare të Hetimit Erjona Daupaj, avokatin Radovan Çela dhe Astrid Vladin, pasi ata janë ende në kërkim dhe nuk janë arrestuar. Zarka dhe 3 të tjerët akuzohen për ushtrim ndikimi të paligjshëm për të ndryshuar rrjedhën e hetimeve dhe lehtësuar të akuzuarit e dosjes së grupit që po kontrabandonte nëpërmjet linjës Angli, Belgjik, Gjermani, Shqipëri rreth 3.4 milion euro, para që erdhën të futura në thasë të fshehura në makina Toyota Yaris, që importoheshin dhe shiteshin në vendin ton. Astrid Vladi akuzohet si personi që ka përfituar nga këto ndikime. Ai ishte marrë i pandehur për dosjen e 3.4 milion eurove, bashkë me kushëririn e tij Elvis Vladi. SPAK i akuzon zyrtarët edhe për favorizim të Suelçelës për të çliruar pasuritë e sekuestruara në kuadër të operacionit Forca e Ligjit. Hetimet ndaj tyre nisën mbi bazën e të dhënave nga Sky ECC, që autoritetet franceze ju vendosën në dispozicion SPAK, në të cilat u zbuluan komunikimet e të pandehurve mes tyre dhe të Zarkës.